Kthehemi në studio për pjesën e dytë të emisionit, pjesën kontaktuese, ku ju të nderuar mund t'i bëni pyetjet tuaja drejt për drejt në numrin +383 45 471 848, po ashtu në WhatsApp e Viber, si dhe tek rubrika dërgo mesazh. Sonte në lidhje me temën apo për gjithçka që ju intereson për dhe rreth Islamit, ose gjatë gjithë javës dhe ne bëjmë përmbledhjen e pyetjeve dhe lexojmë ato në emisionin e radhës. Përdesë energjia nuk na bën me dije se kemi të lëvat, gjithmonë falënderues ndaj kushtrimit për punën që bën, ne nisim pjesën e dytë me pyetjet tashmë të dërguara me shkrim tek pjesa e rubrikës dërgo mesazh. Bashkë do të jemi si zakonisht deri në orën 9:30, sipas nevojës edhe pak më shumë, thjesht të mundohemi që t'u japim hakun pyetjeve tuaja të bëra me shkrim tash e sa kohë. Pra mos ngurroni të telefononi, mos ngurroni të shkruani, të bëni pyetje. Ne jemi këtu për të përgjigjur aq sa mundemi, edhe dorë zoti aq sa di me theks. Hoxha pse se jo në mos ta përfshi vetë në këtë drejtim. Hoxha nisem me pyetjet e bëra me shkrim, përdesa kushtimi na bën me dije se kemi telefonat në ndërkohë. Thot, a duhet të ulemi dhe t'i pijmë me nga 3 gëllënga për me ndërprerje edhe pijet apo vetëm ujin? Bismillahirrahmanirrahim. Parimisht, pra kjo preferencë, do thot kjo preferencë është profetike, sepse kështu ka vepruar profeti alayhis salam, Muhamedi alayhis salam, pra e ka pi ujt me nglënka, me 3 nglënka, ose me nglënka, do më varësisht me ndërprerje, e mbi bazën e këtij realiteti ndërtohen pastaj edhe lëngje të tjera. Këto hyn lëngje të tjera, soka, të gazerun, pa të gazerun, çfarë do të pijmë, domethënë hyn kët, po hyn këtu çdo pije që pije, domethënë preferohet. Pra nuk është obligative, por preferohet, e gjithsesi që ato që e ka vepruar pejgamberi sa më është më e shëndetshme. Mjekësia moderne e ka vërtetuar këtë çështje që të pirit e ujit me ndërprerje është më e mirë, më e shëndetshme për trupin. Mirë, a ka bazë në fen ton dalja e lëndëve nga njerëzit e vdekur, sepse kjo ka ndodhur me 2 prindër të mi. Nëse di hoxha se çfarë do të thotë, kisha dashur me dëgjuar çfarë do të thotë dalja e lëndëve nga prindërit, nga të vdekurit me theks, për 2 prindërit e mi. Unë personalisht nuk kam lexuar një diçka të tillë, e as nuk kam dëgjuar. Por aq unë sa kam lexuar dhe kam dëgjuar, nuk do thotë që dija e tyra sillet rreth meje, por nuk kam dëgjuar diçka, ndonjë fakt që e specifikon këtë. Dija i takon Allahut të Madhërisht, por do thotë mund të jetë edhe natyrshme, sepse janë disa çaste që e përcjellin pastaj njeriu pas vdekjes. Pra, mundohet që ato në çastet e daljes së shpirtit ka lëtu personi ose të dytë prindët, për një arsye që din Allahu xhallal xhelalu, nga një siharet që Allah mund t'ja ketë çu atyre, pra Zoti e di më së miri se pse, unë nuk di ndonjë argument konkret lidhur me këtë çështje. Si të veprojmë nëse gjatë faljes ose dhe pas saj na bie ndërmend ose na shkon mendja, pra hamendësojmë se ndoshta se kemi kryer ndonjë veprim të detyrueshëm të abdesit. Nëse është në pyetje hamendësia, dyshimi, vezvesja, kështu me radhë, nuk duhet mu marrë me këtë çështje, sepse kjo çështje paraqet problem, paraqet rrezik për abdesin, madje edhe për vetë besimin. Pra, nuk bën të hymë në namaz me hamendësi, ose me dyshime, ose me vezvese. Nëse para se të hymë namaz, vërtetojmë diçka që nuk është kryer, e kryjmë. Nëse pas namazit, ose namaz, do thot, na shkon mendja që nuk e kemi kryer sakt këtë, jo me hamendësi, me saktësi. E cila saktësia këtu? Mbi 50% të çështjes, për shembull, mbi 50% je i bindur që s'ke marrë abdes. Mbi 50% e din që nuk i ke la komt, si ke pastru. Atëherë do më thonë, duhesh me marrë prap abdes, me u abdesu rishtazi, edhe me falë atë namaz edhe njëherë. Jo vetëm atë pjesë dyshon, po krejt abdes. Komplet tani abdes, sepse është tha abdesi. Ai nuk vlen më ai abdes, pra po flasim për pjesë që janë obligative. Ato që janë dytësore, prej syneteve, prej plotësimeve, nuk ka nevojë me përsërit as abdesin as namazin. Mirë po flasim, sukurse
pastrimi i durve, i fytyrës, futja e ujit në gojë dhe në humë të ata që i shohin që është obligim, dhënia mes kokës, pastrimi i këmbëve, këto i krahëve, gjithsesi durët bashkë me krah, nëse këto dyshohet ndonjë, pra jo vetëm dyshohet, po jemi sakt që nuk e kam pastru, atë duhet me marr prap abdes edhe me fal atë namaz. Në rregull. Shkojmë me pyetjen e radhës, nuk kemi telefonat ende. Ka thuhet do të pyetemi për kohën që e kalojmë duke parë lojra e filma në vend që të njëjtën kohë ta shfrytëzojmë në adhurim apo vizita tek familjarët tanë. Në radhë të parë, besimtari duhet ta kupton që koha është në shërbim tonin dhe për kohën do të merremi në pyetje. Do thotë të shumta janë argumentet që flasin qoftë ato kuranore ose profetike që flasin se për kohën do të merremi në pyetje, madje Allah e ka zbrit në Kur'an një kapitull që quhet kapitullin e kohës, suratul Asr, dhe Allahu xhalla xhelalu këtu publikon, njofton që njerëzit janë në rrezik ose janë para shkatërimit, para katastrofe, nëse nuk e mirë menaxhojnë kohën. Thot Allahu xhalla xhelalu wal asr, betohet Allahu në kohën, pasha kohën, betohem në kohën. Innal insana lafi khusr, vërtet njeriu, pra pa dallim. Njerëzimi janë në shkatërim e sipër. Pastaj Allahu specifikon illa alladhina amanu, ata që shfrytëzojnë mirë kohën, duke e njoftë Allahun, duke adhuruar Allahun, wa amilu salihati, bojnë punë të mira, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pra edhe këshillojnë njëri tjetrin, sugjerojnë njëri tjetrin me durim edhe në të vërtetën. Pra që i bie se nëse nuk menaxhohet koha, nuk shfrytëzohet koha për mirësi, për mbarësi, për vlera, atëherë bie që njeriu është në shkatërim dhe pa dyshim që ka më marrë në pyetje. Edhe shumë hadithe tjera që flasin, sikur që është hadithi i njohur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk do të lëvizin këmbët e birit të Ademit ditën e gjykimit derisa të pyetet për 5 gjëra. Ku e ka kaluar rinin, ku e ka kaluar jetën, çka ka bë me jetën e tij, me kohën është fjala, ku e ka shfrytzuar, si e ka menaxhuar kështu me radhë. Atëherë bie që secili duhet me qenë i vetëdijshëm për vetvete. Këto hyn gjithsesi edhe mund t'ja bashkangjes edhe pyetjes edhe rrjetet sociale, kalimi i tepërt i kohës në rrjetet sociale. Pra, rrjetet sociale dhe gjërat të tjera, televizioni, pyetja që ka filma të tjerë, nëse nuk janë shërbim tonë, nuk janë dobi tonën, patjetër që ndamin tonë. Pra që i bie se e ke keq shfrytzu kohën, e ke keq harxhu kohën, e ke keq menaxhu kohën, patjetër që do të merremi në pyetje, ose thonë më do të hapim llogari para Zotit, jo vetëm marr pyetje, po kjo do të kthehet në bumerang për neve, në ndamin tonë, ndeshkohemi, o gjuna pro thjesht, është gjuna, është mëkat me harxhu kohën e gjëra të panevojshme. Atëherë, nëse ai film që e shikon ose një skenar ose një diçka e cila është e dobishme, ajo hyn brenda mirë menaxhimit të kohës. Nëse është e dëmshme, e panevojshme, e ndaluar madje, atë dihet që e ke harxhu kohën kot dhe do të ndeshkohesh dhe ekstra dënohesh që e ke shikuar një diçka që është e dëmshme dhe domethënë je demotivu ose në fakt shkatron moralin, je nxit për të kesh diçka. Je nxit gjithsesi për gjërat që janë të këqija kështu më radh. Kemi telefonata me dije kushtrimin nga regjia. Alo, urdhoni. Alo, urdhoni. Kemi telefonuesën ose telefonuesën në linjë. Po, urdhoni, jeni në linjë. Selam aleikum. Aleikum selam. Po, urdhoni. Unë e që disha me pyjtë për këtë Kosovë, do ndashtë që ka goshtë, se po ndaluën shamijat në Kosovë. Qysh është 95% në Kosovë, po thonë një musliman, edhe me posë që problem për shamija. Unë e jetoj në Holland, jashtë Kosovës. Unë e kom shami, leqe kom shami, kush s'kom pas problem këtë vend me thonë se ki shami, po kam edhe respekt më shumë se që kom në Kosovë kur vi.
me shami që bojnë Holland. Edhe para 2 mujve ne ku nis punës, kur shku mi ka tregu shefi te punë çfarë po me punu çfarë. Unë me men aty të me thonë se ku ju shku ku nuk kom dosh edhe me fal namazën ku do të lloj. Unë alo pa thon aty, unë ka thon na falësh tash po. Edhe ka qute e veni që ishtë do me postashme, jena një, me tonë, këtë muslimon ka që punojnë aty, kur të ki kohën të që ti drejt me ardhe më pashit ven. Edhe onë me plët vëmnet punojnë aty, si kur shpejteni edhe mundin maksimum, veç për hake që ma bëni ka njësën në kërë ka pajtonë në hetë, unë ta tholesh. Edhe me të regoj veni ku me shku më falë. E në Kosovë, unë e ku njësi nuk i lejoj me shku më falë për dorë ku shqiptare jena. Por çka sot gjao këtë drejt për atë Kosovë, na sot mos me posën Kosovë drejt, më folë, që ka vëndë dikush më falë, me moj Shamin, Shamia është ndërë. Unë nuk i di se pretendojnë të që po marë për në vjemi shumë të lizorë me posë, pse nuk po flasën për qëto po këto që janë burlune? Edhe për që ta vendeta një të gush, çka u bo me këtë Kosovë shto? Hoxha do të përgjigjet pika shkurtë inshallah. Kur të zgjidhet në spetonë asnjë se jena shumicë musliman. Mos mendon mi votu që ta që pejë bosh historike. Me mujt. Çka është më mirë. Tani më tani është mjaft tjetër kur e spini që to në Kosovë më shumë po më që kjo. Pa merak, breng shqetësim i përzitshëm. Në Evropë jetona se kemi këtë problem. A na bashkë në Evropë duhet na më shku, çështo? Unë nuk e di, as në Evropë aty njerëz kanë na pranuar çto ligje që shpjegon ta në Kosovë. Tëna foqët e zera shkën po matësia që kanë bërë Europë, aty do që kanë nuk mirë në Evropë, që ka leju Shamina, ka leju namazin, temi praktiku kur mamisën me konvertonin, ato qia krejt i kanë legalizu, veç të torat mirë ato të legalizohen të Kosovë. Që kjo po pëndon mu shumë, tonë e nëmë një lidaj jam tonë, on të ven, është qëtësi, është edhe s'kom posë kur problemune, as për Shami, as për namaz, as qëka dhe s'kom posë. Alhamdulillah që s'ki pas, inshallah s'ki kur më të rëndërume. Amen, amen. Po mu të më për atë Kosovë, për vokat mija Kosovës, që për kanë të probleme. Allah ju ndërof, falenderit. Allah ju shpërbim dhe shtash... Po, brengë shqetësimi i përzitshëm, po. Inshallah bëhet mirë, realizohen gjinja dhe Amen. shka është mirë, shka është drejt. Amen. Natën e mirë, selam. Aleikum selam. Po e lidh me tjetër e kemi edhe pyetje, pse ndalohet mësim besimi edhe pikërisht leximi i Kuranit, ajo që Hoxha ligjëroi sonte, ku i dimi vlerë të dobitit tim në një vend ku jemi me shumicë muslimanë. Domthon është profesorisht e njëjta diçka, po. Unë në radhë parë falenderoj shumë këtë motor nga Holanda dhe është qasje shumë e duhur, në kohën e duhur. Unë nuk do të flasë për mbulesën, për Shamien, për faktin se këtu jemi 95% musliman, edhe ata që janë musliman e njohin Shamien mirë. Po zotohem, po betohem në Allahun që edhe krishterët, katolik, edhe ortodoks që në Kosovë shumë mirë e njohin Shamien. Pse? Se kanë pjesë të fesë. Po. Mirë po fatkeqësia që ndron për atë arsye ne edhe po vujmë tani shkurt, kjo është hakmarrje që Zoti po na çon sprova që ne kemi mbetë kështu mrapa edhe po themi me integrimin tonë jetësor si rezultat që ne po themi ata që janë përgjegjës për vendin tonë, për shtetin tonë, për popullin tonë janë tepër servel, po dojnë me u tregu ma evropian se evropianët. Ma ateista. Po bin dash me parimet e tyre. Gjithsesi. Motra në Holland po thotë diçka të kundërt. Nuk kemi nevojë as me mja borraf shkërkuj. Pra gjuha më denigruese përdoret për komunitetin shumicë. Unë shpesh them, sikur ne ishim ikon 2% këtu musliman. Dhe tjerë të fesë tjetër, çfarë do të kishim ne me neve? Kurse na jemi 95%, edhe na thonë shkoni në Arabi, këto janë të arabëve, kjo tregon që këta persona me të vërtet janë shumë laik, shumë ignorant, shumë dashakeq të këtij kombi, të kësaj shoqërie, të këtij vendi, të kësaj feje, të fesë islame. Pra, madje ata mund të jenë vet me origjinë muslimane. Gjysht e tyre mund të kenë qenë haxhiler ose praktikues të fesë. Edhe ende flasim për Shamien, kurse Shamia o njerëz, Shamia deri në vitet e 50-ta ka qenë domthon pjesë aktuale, domthon në vitin 51
është marrë vendimi me ligj mu largu shamia, e që nuk ka mujt mu largu, nuk ka mujt se sikur të ishte e tillë, nuk do të kishte shamia. Këtë ligj e ka pru komunizmi. Për shka? Dhe më thonë se nuk ka qenë problemi pse jemi shqiptar. Ky ligj ka ardhur edhe për turq, edhe për arab, ka ardhur në shumë vende tjera. Nuk ka të bëjë kjo me shqiptarien, por aja kanë arrit. Nuk do t'ja arrin se drita e Zotit nuk shymbet me gjuhë të dashakezve. Mirë po vërtet është për të ardhur keq. Aja që po ndodh vendin ton, mota atë që përshkruajti është ashtu, unë kam jetuar në Zvicër dhe e kem vizitat tona të vazhdueshme, ligjërata në Zvicër, në Gjermani, në vende tjera evropiane, edhe e kanë kuptuar ata, pra i përmbahen çasaj që e kanë vendosur në kushtetutën e tyre, që feja është e lirë dhe njerëzit kanë drejt me demonstru fenë e tyre. E tek ne, pra është e shkruane që pra ekzistojnë nenet edhe kodet ligjore, mirë po në praktikët nuk e shohim. Pra, javën e funit e pam që është refuzu shamia, do thot për nxënësit në shkolla. Çka i bie kjo? Sa nxënëse do të përjashtohen ose do të privohen nga shkollimi. Deri kur me këtë retorik, me këtë logjik. Shkollimi është i detyrueshëm në jetën kohë. Në jetën kohë është i detyrueshëm, por kjo është domon një kundërshtim fakt ligjor, një kundërshtim njerëzor, human i shoqërisë tonë. Pra, vetëm se ne jemi të butë, shoqëria është e butë, është pra po themi si shoqëri muslimane, to kishin bën këtë të tjerëve, nuk do të kishin duru kështu. Jo zgëzojnë heq. Pra feja jonë na mëson me qenë durueshëm, por do ta kuptojnë që ne jemi në vendin tonë. Dhe adorimi e ka një ne jemi në vendin tonë, edhe nuk japmi të drejt as kujt më na thanë ju shkoni në Arabi, ju shkoni jo, se na jemi këto shumicë. Ata që i pengon shamia, çush ka thonë Miftiu? Zoti e rujt, çush ka thonë? Kush suni shes xhamiat, ka vende tjera. Që Kosovë ka vende tjera. Pra, ata sepse unë shpesh e them, ata që janë ateista një autobus në Kosovë, s'janë më shumë se një autobus. Një autobus do në menaxhu këtu 95%, jo. Ku na si pëlqen, bota është e gjanë. Ky është vendi jonë. Na kemi luftuar për këtë vend. Kemi derë gjak. Edhe sa herë ka nevojë, ne do t'i mbrojmë nevojat, drejtat e vendit tonë, shoqërisë tonë. Pra, është vërtet, është denigruese, është shumë shqetësuese. Është për të ardhur keq për menaxherët të gjitha sektoreve, tu fillu prej arsimit dhe atyre që bojnë ligjet. Pra, te kur kështu? Qysh po pret tani me ta afru respekt shoqëria? E normal që ne, unë kështu them, për atë arsye ne jemi pra shumë me vite e me dekada mrapa Evropës. Dhe normal me këtë logjik nuk shkohet në Evropë. Nëse ne udhëhec pushtetar e denigron shoqërinë e tij, si ka mundësi domethënë me pas perspektivë ai në Evropë? Jo, ne jemi gjeografikisht në Evropë. Dhe ligjet janë të tilla që secili ka drejt me manifestu të drejtën e fesë së tij. Sa kemi pra nëse e kontestojnë për shkak të moshës së nxënësve, po themi, deri në moshën 7-18 vjeçare. Sa kemi femra që janë akademike që sot qëndrojnë në shtëpinë Kosovë me shkaku i mbulesës. Se merr punë në arsim ose në sektore tjera shkaku i mbulesës. Pra, a është në rregull kjo? Aq më tepër kemi zëra tash në javën e fundit që njerëz që kanë qenë me kredibilitet, madje të ligj që na do ta ndalojmë fejen, që kjo është gjuha e tina, edhe nuk ka reaguar askush. Pra, megjithatë, ne e jona është me tregu që kjo është maturia e Islamit. Që shtu na mëson neve Islami, që me tregu atyre se ne kemi ekzistuar dhe ekzistojmë dhe jetojmë me gjuhën e argumentit, jo me gjuhën e urrëties, jo me gjuhën e euforisë, jo me gjuhën e skandaleve. Të përditshme. Jo, apëton se na s'kem nevojë me mshef pi kërkuj fen, se feja nuk ka vetëm në Kosovë je musliman, këtë bota tjetër me një fe tjetër, që na tash po na vjen marrë me tregu që qëre na jemi shqiptar, ama jemi edhe me përqindje muslimane e po na vjen keq tash se shkurt na nuk ja kemi pa hajrin kësaj feje. Po sa kemi për shkencëtar që nuk du tani të nalem se sa kemi si Muhamet Pirraku i ndjerë, tjerë që kanë folë se sikur mos ishte feja islame, ne sot nuk do të ishim shqiptar. Nuk do të forçim shqiptar. Fajkonica në Amerikë ka thonë tabelë. Edhe Fajkonica edhe të tjerë për plot Hasan Prishtina të kaluar në tjerë. Po deri kur për shembull një person, këta janë individa, bën faktor, domethënë
për mu bo zë i ndëgjueshëm në vendin tonë se qëre po ankohen një 2-3 vetë për diçka, për atë arsye shamia para qëtë problem. Jo, këto janë të drejta që i ka garantu. Fillimisht Zoti që në ka kriju, në këtë gjithësi dhe në këtë vend, pastaj këta vetë i kanë përpilu ligjet që edhe kushtetuta janë garantuar në fesë. Thirrën këtë kushtetut, atëherë duhet të mbrojtë këto vlera. Pra unë mendoj që pas këtë këtyre skandaleve, do të ketë njerëz që i thirrën mendjes së shëndosh, edhe interesat të shoqërisë që do të bëjnë diçka. Pra, do të bëjnë ndryshime. Për atë arsye, unë edhe këtu po e shfrytëzoj rastin përmes këtij mediumi, me thirrë që kjo çështje i merr vlerat edhe kur implementohet lënda fetare nëpër shkolla. Se mungesa e lëndës fetare në shkolla bën që pastaj të ketë zëra të tillë ose denigrime të tilla ose të shpallet një komunitet me kaq përqindje inferior. Pra, konsideroj se këto gjëra duhet marrin fund edhe duhet pra jo shoqëria, se këtu nuk është faj shoqëria, por ata të cilët janë përgjegjës dhe kanë sektore, unë në radhë parë ju bëj thirrje që për këtë punë keni më dhënë llogari para Zotit madhërisëm. Keni më dhënë llogari sepse e dini fort mirë se këta janë musliman. Nuk po flasim na për ata që janë të feve tjera. Na po flasim që janë musliman edhe emrin e ka ndoshta një pejgamberi. Edhe ka emrin musliman, edhe printet e tij musliman ai del kundër fesë ose kundër shamis. Pra në radhë parë i thras që të pendohen te Allahu, para se të ndrojnë mendje. Pra të pendohen te Allahu për këtë e pastaj gjithsesi që t'ia kthejnë dinjitetin shoqërisë. Po lexojmë një pyetje që ndoshta pak më shumë kohë vëmendje hoç, nuk kemi telefonat, thot regjia. Të cenit të shtatë shkurtër, a është përzgjedhje e Zotit dhe si e tillë edhe sprov, dëshkim apo dhe pastrim nga ai, apo është thjesht sëmundje së cilës mjekësia s'po mundet t'i bëjë zgjidhje as sot dhe kësaj dite. Sepse nga ky fakt, si rezultat i talljes në lagje në shkollë, unë as nuk dal për jashtë, as nuk shkoj askund e as nuk u dal të tjerëve që në vinë në vizitë në familjen time përveç rrethit tim ngushtë. Si rezultat thot prap, fatkeqësisht unë nuk e kam as edhe një ditë shkollë sepse nuk kam dashur të tallem e përqeshëm nga të tjerët, po për arsyet e lartë përmendura. Hoqë ndërruan për ta që po du me e ditë është nëse kjo vërtet është punë e Zotit apo jo. Allah ju nderoft. Amin. Në radhë parë, unë para se të flas për këtë çështje e thras pyetsin ose pyetsen e nderuar që të ndroj mendje dhe qasje në raport me jetën e tij ose të saj, për faktin se socializimi është shumë e rëndësi, paragjykimi i jetës edhe paragjykimi i faktorit njeri pastaj sjell komplekse. Pra, të qenurit 7 gjatë ose 7 shkurt me pesh ose nën pesh, kjo është përzgjedhje hyjnore. Zoti i Madhërisëm na ka kriju ashtu siç ka dashur. Edhe kemi fakte të shumta, do thot për këtë flet Kurani, flet pejgamberi alayhis salam, pra përzgjedhja e pamjes e dukjes tonë, edhe e shtatit tonë, e trupit tonë, është përzgjedhje hyjnore. Prandaj, lero prej këtij kompleksi, se kjo nuk është çështje e përzgjedhjes së individit. Normal, nëse pyetet dikush tani në aspektin mjekësor, që a ka qasje pra kjo çështje gjenetike, po. Edhe nëse ka qenë një prind ose një gjysh ose një stërgjysh, pra 7 gjatë ose 7 shkurt, prap ato e ka kriju Allah. Pra, edhe pse çështja e gjatësisë së trupit, po përthej kjo është çështje krijimtaria e Allahut, s'ka dyshim, por jemi paralajmëruar që ne konsiderohemi prej umetit, prej popujve më 7 shkurt. Pa marrë parasysh sa jemi, na shumë të pakti kemi ata që i kalojnë 2 metërshin. Shumë pak jemi, madje si popull na, jemi si popull mesatar. E ata që janë edhe me pak të shkurt, ai është pjesë e jetës. Pra, absolutisht vlera, tash du ta kthejnë vlera njerëzore, qoftë e Zoti, qoftë madje edhe të njerëzit, nuk vlerësohet njeri mbas trupit, peshës ose gjatësisë. Jo. Domethënë, mendja, vepra, qasja është aja që e bën njeriu pra me vlera. Absolutisht, domethënë, edhe një herë bëj thirrje te pyetja ose të tjerë që po na përcjellin që nuk duhet të nihet i bullizuar ose e bullizuar
ose të njihet në siklet, pse unë jam shumë i gjatë, sepse kemi edhe të kundërtën. Kemi edhe të tjerë, për shembull të rritur, kam pas pyetje të kaluarën që është më i gjatë se sa moshatarët e tij ose të saj. Edhe nuk njihna mirë. Pra e kemi edhe të kundërtën e kësaj pyetje. Absolutisht, domethënë në asnjë fund nuk do të njihemi për në siklet për këtë çështje, por duhet ta pranojmë, të ndihemi të kënaqur, të lumtur, sepse kjo është përzgjedhje hyjnore e Zotit në parë, e pastaj mos u merr me këtë segment. Po merru me pjesë tjera që ti, për çdo njeri, i jep vlera vetvetes në bazë të aftësive që i ka, vlerave morale që i ka, vlerave shpirtërore dhe humane që i ka, vlerave të dijes që i ka. Krejt që tu e bën njeriu me vlera. Prandaj unë i bëj thirrje prap, do thot mesazhi i dytë që të socializohet. Ta kalon këtë dimension sepse kjo prodhon i mbyllur se mbyllur sa mos u delas. Prodhon kriza mentale. Prodhon madje kriza depresive. Paraqet probleme, do thot personalitetin e tij ose të saj, madje sepse izolimi i identitetit, mbyllja e identitetit është një krizë. Kriza e identitetit është krizë edhe shpirtërore dhe mentale. Problem shtesë është. Po, shtesë, ne si popull, kështu flasin studimet psikologjike në madje në vendin tonë, që ne si popull do thotë e kemi të theksuar masovikisht këtë problem. Pra kamuflimin edhe izolimin e problemeve të tilla ose të ngjashme. Jo, absolutisht qoftë fëmiu, antari i familjes që ka për shembull një tmet ose ka një smundje, absolutisht nuk ka nevojë domethënë me kamuflu ose me izolu ose me mbyll fëmijën, sepse izolimi ose mbyllja paraqet problem shtesë, nuk zgjidh problem. Sikur që është rasti i pyetjes në fjalë, që personi sigurisht tani edhe ka një moshë. Po të thotë se të shkollë se ka. Do thotë që i bie që është privu nga shkollimi si rezultat i kësaj. Është privu nga socializimi, është privu nga punësimi, është privu nga afërsia e njerëzve të afër. Këto janë këtë probleme që mendoj se absolutisht edhe nuk është vonë, pavarësisht moshës që e ka pyetja ose pyetja, absolutisht prej sonte unë do bëj thirrje që të kalojë këtë edhe fillo qoftë me shkollim. Pa marrë shkollimi nuk ka moshë. Nuk njeh moshë madje. Tani shkollimi mund të arritë edhe do thotë prej shtëpisë, online. Domethënë është mundësia, është hapësia të mirë në trajnime, kurse vetëdijsuese të ndryshme, duke qëndruar në shtëpi, nëse për shembull është e pamundshëm që fizikisht me qëndru, por do thotë integrohu, shkollohu, del, shoqërohu, krejt këto kanë me të bëjnë do thotë me vlera, ja kthen ngjyrimin jetës edhe të kalon ato krizat me të cilat përballesh. Nuk kemi telefonat, veç për zëras me përsërit numër +33 45 471 848 në vazhdimësi përsëritet të shfaqen në ekran, në Viber e WhatsApp po ashtu në gjeni dhe në shkruani tek rubrika dërgo mesazh. Pyetja Razës thotë kështu hoç. Kemi të bëjmë me një lokë që thotë të lietoj veç me plakun, tash se sa vite vet për kohët fundit ka nisë të harroj. Edhe nuk po guxoj me lën shpesh vet. Po kam qef me shku në haqë, po thotë sa dhe pare kam grumbullu, po nuk kam kujt mi alon edhe nuk po di qysh mi abo. Parat e grumbullura tash se sa vite ku me i hargju dhe qysh me i shpenzu me njetë të haqët. Allah është përblet ju dhe haqën. Amin, Allah është përbleft edhe këtë lokën për pyetjen, Allah i rujt, Allah i inshallah jep shëndet, e mbarësi, e i forcon. Nësë është gjendja si që ka përshkru që vërtet nuk ka kush interesohet, pra nuk ka trashëgimtar ose djem ose vajza, nipa e mbesa të ngjashme të afër, dhe i ka grumbullu parët e haxhit, një në nanë dhe nanën tjetër nuk ka përcjellës, nuk ka mahrem, pra. Dhe problemi i dytë është që nuk mund me lënë burrin në atë gjendje që ka, atëherë mundet me çu bedel zaventësues. E çon një bedel, një person e pagun me çato të holla, edhe ja kryen haxhin. Pra ja kryen haxhin, edhe kjo e merr shpërblimin e haxhit plot me lejen e Allahut, edhe nanën tjetër merr shpërblim që e ka kujdesin për burrin. Tani ka një kujdes shtesë, edhe pse haxhi pra është obligim ndaj Zotit që duhet kryet, mirë po në këtë rast, pra për shkak që s'ka kush kujdeset për burrin, ajo do thotë kujdeset për të, pra është mundësia e bedelit. Po shkojmë me një pyetje që ka të bëjë me familjen Hoxha, ndoshta e fundit për këtë rubrikë të pyetjeve përgjigjeve, nëse s'kemi përveç telefonatës, thotë jam me vej, burri më ka vdek kohëve të fundit, por për neve që nuk kemi fëmijën kujdes
kunetet, pra vëllezërit e burrit, si dhe të tjerët nga fshati. A ka më thot të drejtë hise në ato që kalon burri trashëgimtar ajo, sepse me para dhe me gjëra të tjera janë kujdesur, siç thash thot familja e tij dhe të tjerët nga fshati. Në radhë parë, gruaja është hisenike, është trashëgimtare, si femër fillimisht, që në cilësinë e vajzës, gruas, nënës apo gjyshës. Të gjitha këto, po themi, pjesë tjetës është trashëgimtare. I takon trashëgimia mirazi, që është e njohur. Në kapitullin e grave, surën Nisa, Allahu xhalla xhelali i ka dëshifruar në mënyrë të qartë. Pra, kjo është trashëgimtare e burrit, merr pjesë pra në hisën e burrit. Edhe nëse s'ka fëmijë, sot që s'ka fëmijë. Edhe nëse s'ka fëmijë, i takon një pjesë e hisës, pastaj për ata që kujdesen për ta. Kjo nga trashëgimia që merr nga burri ose pasurinë tjetër që ka të drejtë mi u dhuru të tjerëve. Ka të drejtë mi u dhuru në formë të dhuratës, në forma të ndryshme, domethënë është e drejtë e saj, domethënë me mi u dhuru nga pasuria që ka. Hoq, Allah shpëlet, faleminderit për kohën dhe për çdo këshill. Amin. Allah shpëleft edhe ju, faleminderit që më dhat mundësinë. Do të mirpresim edhe herëve tjera, ju të dashur të nderuar shikues dhe dëgjues, qëndroni me ne jemi pranë jush 24/7. Unë kam bërë shprehime për së ta shprehjen e pleqve, nëse ka dashur Zoti na dhon hibën, ne do të takohemi sot një javë deri atëherë qëndroni me ne, mirëmbëjtje dhe selam aleikum.